Sigurimi i të vetë punësuarve në bujqësi është një mënyrë për të gjithë fermerët për të vetë siguruar, duke paguar një masë prej 38.400 lekësh në vit për të përfituar pension kur të mbushin moshën e caktuar. Burime zyrtare pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Korçë thonë se ata që kryejnë pagesa sigurimi si të vetë punësuar në bujqësi për vitin 2025 kanë paguar gjithashtu edhe sigurimin shëndetësor, i cili shkon në vlerën 3.768 lekë në vit. 587 persona nga qarku i Korçës janë futur gjatë vitit 2025 për herë të parë në skemën e të vetë punësuarve në bujqësi, ndërsa 3.601 të tjerë kanë qenë në vazhdim të kësaj skeme. Në total janë 4.188 persona të cilët janë të përfshirë në skemën e të vetë punësuarve në bujqësi në të gjithë qarkun e Korçës, sa i takon personave që kanë hyrë për herë të parë në këtë skemë, më të shumtët kanë qenë nga Bashkia e Pogradecit, Korçës dhe Devollit dhe më të pakt nga Kolonja. Të njëjtat burime thonë gjithashtu se për të gjithë qytetarët që do të paguajnë për periudha para vitit 2025 do të aplikohen edhe kamat vonesa për çdo ditë vonesë. Skema e të vetë punësuarve në bujqësi është mjaft e kërkuar nga e fermerëve, pasi nëpërmjet saj ata kanë mundësi të kryejnë pagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe të sigurojnë një pension pleqërie kur të mbushin moshën për ta përfituar.